U rikthyem sërish në studio për të vazhduar edhe më tej me informacionet tona të radhës. Kësaj radhe në linjë të drejt për drejt kemi kolegën tona Bibe Çaili me mjekën Kefajete Çaili, ku do të flasim për vaksinim kundër gripit, që tani më janë siguruar 80.000 vaksina kundër gripit sezonal, ku këtë vaksin zakonisht marrin, vaksinohen, imunizohen qytetar, banor mbi 65 vjeç, gratë shtatzënë, punonjësit të shëndetësor, personat me sëmundje kronike e kështu me radhë. Për më tepër e kemi kolegën ton Abibe Çaili. Përshëndetje Abibe, dëgjohemi? Përshëndetje Rehan nga këtu klinika në Bit Pazar, ndërsa vaksinat kundër gripit sezonal pritet të mbërrin javën e ardhshëm. Institucionet shëndetësore po përgatiten për fushatën e imunizimit në gjysmën e 2 të tetorit. Këtë vit janë siguruar 80.000 vaksina, më shumë se vitin e ardhshëm, dhe vaksinimi falas do të përfshi grup moshat më të rrezikuara të popullsisë. Këtu pranë meje është doktoresha Kefajete Çaili, e cila do të ndajë me ne informacionet më të rëndësishme të vaksinës 4 valente. Përshëndetje doktoresh dhe faleminderit që jeni me ne në këtë lidhje të drejt për drejt. Përshëndetje, mirë se erdhët në poliklinikën tonë në Bit Pazar. Për si çdo vit, vaksinimi kundër gripit bëhet në gjysmën e 2 të muajit të tetorit. Gjithashtu dhe këtë vit do të fillon, pas 2 javësh vaksinimi. Ministria ka nënshuar kontratën për furnizimin me 80.000 doza vaksin, cilat janë hapat e ardhshme për shpërndarjen dhe nisjen e vaksinimit në qendrën shëndetësore të vendit. Atëherë, është e vërtet që sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe Komisionit për sëmundje infektive, Ministria e Shëndetësisë ka siguruar 80.000 vaksina kundër gripit dhe 80.000 vaksina kundër gripit për hemisferën veriore, që do të miratohen, për këtë sezon. Duke qenë se këtë vit përdoren një vaksin 4 valente, çfarë do të thotë kjo në aspektin mjekësor dhe pse konsiderohet më avancuar se vaksinat e viteve të kaluara? Atëherë, vaksinat janë të siguruar nga Holanda, nga kompania e prodhuar nga kompania ABBO, të cilët është vaksin 4 valente. Vaksinat 4 valente janë më të avancuara dhe është kundër 4 llojeve, i përmban të 4 llojet kundër influencës, A dhe B. Kush janë grup moshat që do të përfitojnë vaksinim falas dhe si do të sigurohet që ajo të jetë e aksesueshme për të gjithë personat në rrezik? Atëherë do të jenë personat të rritur mbi moshën 65 vjeçare, të sëmurit me sëmundje kronike, do të jenë gratë shtatzane, gjithashtu dhe fëmijët prej moshës 6 muaj deri në 5 vjeç, dhe punonjësit shëndetësor, do me thënë të gjithë, me një fjalë, të gjithë të rrezikuarit nga virusi i gripit do të kenë mundësi të vaksinohen edhe atë falas. Këtu në punkte që do të përcaktohen për vaksinim. Po pse mendoni se kjo është më e rrezikshme për gratë shtatzan? A mendoni se është e rrezikshme? Po gratë shtatzane kanë një imunitet pakës më të dobët dhe është mirë të vaksinohen kundër vaksinës së gripit, të marrin vaksinën e gripit për të qenë të mbrojtur nga ky virus. Për shkak se virusi i gripit përhapet shpejt dhe gratë shtatzane janë me imunitet pakës më të dobët dhe për atë arsye është mirë që të vaksinohen dhe gratë shtatzane. Po për fëmijët? Edhe fëmijët kanë imunitet më të dobët dhe vaksina kundër virusit të gripit e aktivizon imunitetin dhe është mirë që ta marrin sepse nëpërmjet ajrit shpërndahet nëpërmjet ndonjë të infektuari, nëpërmjet të folurit, kollës apo të shtinës, shumë lehtë mund të infektohen. Po, a do ketë ndonjë risi në mënyrën e organizimit të vaksinimit në teren, për shembull në institucionet e kujdesit social apo përmes mjekut të familjes?
Vitin e kaluar, vaksinimet kanë qenë të përcaktuara në 3 punktet e shtëpisë së shëndetit në Shkup, do me thënë kanë qenë në poliklinikën këtu në Bitpazar, poliklinikat Italia dhe Bukuresht. Për këtë sezon, ekipi do me thënë menaxhues është duke punuar, dhe është fund do me thënë planifikimit të përcaktimit të punkteve se ku do të caktohen. Mendohet të ketë më shumë punkte që të jenë në shërbim sa më shpejt të vaksinohen qytetarët. Si do të informojë publiku për oraret, qendrat dhe mënyrët e kryerjes së vaksinimit? Është webpaqja vakcinacia.mk, aty do t'i marrin informacionet dhe do të aplikojnë për vaksinim. Cilat janë përfitimet mjekësore të vaksinimit kundër gripit sezonal dhe pse është e rëndësishme që kjo të bëhet çdo vit? Është rëndësishme të bëhet çdo vit për shkak se do me thënë aktivizon imunitetin të krijojë antitrupa kundër virusit të caktuar dhe për të ketë do me thënë mbrojtje gjatë tër vitit. Po ndoshta për të moshuarit që nuk do mund të vinë në qendrat kudo, si do ja bëni? Me atë çështje do të mirret do me thënë ekipi menaxhues se si do të organizohen për të sëmurit që janë do me thënë në shtëpi. Ka ende qytetarë që shfaqin hezitim ndaj vaksinave. Si mund të rritet besimi dhe ndërgjegjësimi i tyre për këtë proces? Po duhet të bëhet kampanja, duhet të bëhet thirrje për pacientët që të vaksinohen, sepse vaksinat janë të sigurta dhe efektive për mbrojtjen e qytetarëve. Po, a ka kundër indikacione për personat me sëmundje të caktuara apo për ata që kanë marrë vaksina të tjera, si për shembull vaksina për COVID-19? Vaksina për COVID-19 dhe kjo vaksinë janë 2 vaksina totalisht ndryshme, do me thënë kjo është vaksinë kundër gripit sezonal, ndërsa ajo është për COVID-19. Megjithatë, mundet për shembull në vendin e injektimit apo aplikimit të ketë ndonjë skuqje, ndonjë ëjtje apo dhembje, ose sikur kështu të simptomatologjike, mund të ketë ndonjë temperaturë, ethe, ato si simptomat e lehta, dhimbje muskush, ato janë simptome të përgjithshme. Ndërsa nëse flasim për raste më të rënda, siç mund të jetë anafilaksa, reakcion alergjik ndaj ndonjë përbërës proteinik, do me thënë të vaksinës, ato janë shumë raste të ralla. Po, keni pas, do me thënë, a ju ka ndodhur një rast nga vitet e kaluara? Jo, nuk ka pasur reakcion alergjike, nuk ka pasur, do me thënë, komplikime ndaj vaksinimit deri më tani. Duke pasur parasysh përvojën e viteve të kaluara, ka ndryshuar qëndrimi i qytetarëve ndaj vaksinimit sezonal? Mendoj se po. Tashti mendoj se këtë vit do të ketë edhe më shumë të interesuar, për shkak se duhet të mbrohen qytetarët nga gripi sezonal, për shkak se është një virus që përhapet shumë shpejt nëpërmjet ajrit, do me thënë nëpërmjet ndonjë të sëmurë, me ndonjë person që është infektuar, shumë lehtë mundet nëpërmjet të folurit, të shtitjes, kollitjes të përhapet sëmundja. Faleminderit për kohën që ndat. Ju falenderoj edhe juve që na vizituat. E falenderojmë doktoreshën për këto informacione kaq të rëndësishme dhe të qarta për vaksinën 4 valente dhe vaksina kundër gripit sezonal mbetet një ndër masat më të rëndësishme parandaluese për shëndetin publik. Rejhan, kjo është e gjitha që kisha përgatitur për ju sot. Të faleminderit të shumë, Abibe, për gjitha këto informacione që i solle në emisionin, për gjithë shikuesit të emisionit të Ritmi i Ditës. Gjithashtu falenderojmë edhe doktoreshën që dha që disa këshilla shëndetësore që gjithsesi duhet të vaksinohemi kundër gripit sezonal apo edhe fëmijët që i kanë vaksinat kalendarike. Ju faleminderit edhe një herë dyjave. Shikues të nderuar, vazhdojmë edhe më tej në emisionin ton. Kësaj radhe shkojmë një pikë muzikore dhe rikthehemi sërish në studion ton me musafirët tanë të radhës.